أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. I gjithë falënderimi absoluti takon Allahut Azza wa Jall, paqja, përshëndetjet dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe me gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Vëllezër dashur, domethënë me lejen e Allahut temën cilën desha ta trajtoj, domethënë e kam titulluar cili është qëllimi i zbritjes të librit të Allahut Azza wa Jall. Cili është qëllimi edhe cili është synimi pse Allahu Azza wa Jall e ka zbrit librin e tij, Kur'anin famlar. Tema domethënë është tejet e rëndësishme apo thuajse më e rëndësishmja e cila ka folë Allahu Azza wa Jall librin e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sunetin e tij. Madje qëllimi për shkak ka zbrit Kur'ani Allahut Azza wa Jall është qëllimi pse Allahu Azza wa Jall i ka dërguar gjithë pejgambert tek popujt e tyre. Do të përmendme duke argumentuar këtë çështje sepse ka zbrit Kur'ani Allahut Azza wa Jall, cili është qëllimi madhështor. Megjithëse Kurani ka disa qëllime, pse ka zbrit mirë, po një qëllim e ka madhështor, për të cilin ka zbrit shkaku i tij. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, sura Hud, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Alif Lam Ra, Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir, alla ta'budu illa Allah, innani lakum minhu bashirun wa nadhir. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. قال الله عز وجل ألف لام را, libër të cilët janë përsosur ajete dhe janë të shkoqitura nga ana e atij i cili është i gjithdijshëm dhe është i gjithë informuar. Pse alla ta'budu, Allah Azza wa Jall e përmend qëllimin pse e ka përsos librin e tij dhe pse e ka shkoqit dhe pse e ka zbrit. Ella ta'budu, që ju me qëllim që ju mos ta adhuroni tjetër kënd pos Allahut Azza wa Jall. Qëllimi i zbritjes Kuranit është që ju mos ta adhuroni askënd tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Distanconi nga çdo send i cili adhurohet pos Allahut Azza wa Jall. Wa innani lakum minhu nadhirun wa bashir, dhe unë i dërguari i Allahut është urdhëruar me thonë wa innani, dhe thuaj se unë jam dërguar qortues dhe përgëzues për këtë çështje. Allah e ka zbrit librin e tij për këtë çështje dhe unë jam i dërguar për këtë çështje, që ju mos ta adhuroni tjetër kënd pos Allahut Azza wa Jall. Ka thonë imami i komentatorëve të Kur'anit, i cili është Ibn Jarir at-Tabari, në komentin e fjalës të Allahut Azza wa Jall, që mos ta adhuroni askënd pos Allahut Azza wa Jall. Thot hoxha, thumma fussilat bi an la ta'budu illa Allah wahdahu la sharika lahu wa takhla'u al-alihata wal andad. Allahu Azza wa Jall thot e ka përsos librin e tij, i ka shkoqit ajetet në mënyrën më të shkëlqyme edhe në mënyrën më të përsosur, që ju zhvisheni prej krejt zotrave, zhvisheni prej çdo sendit i cili adhurohet pos Allahut Azza wa Jall dhe ta adhuroni vetëm Allahun Azza wa Jall. Thot Ibn Jariri pastaj, Qala ta'ala dhikruhu li nabiyihi, thot Allahu Azza wa Jall i ka thonë dërguarit të tij, ja Muhammed, qul lin nas, o Muhammed, thuaju njerëzve, drejtoju njerëzve, innani lakum, unë jam për juve nadhir, unë jam për juve tërheqës i vërejtjes, unë jam për juve qortues.
min indillah, nga ana e Allahu, yundhirukum iqaba, ju tërheq vërejtjen nga kundërshtimi i tij. Nëse ju tërheq vërejtjen nga dënimi i tij, nëse ju e kundërshtoni. Wa ibadatil asnam, dhe ju tërheq vërejtjen që mos të adhuroni idhuj, mos të adhuroni kën tjetër pos Allahut azza wa jall. Wa bashir, dhe jam përgëzues. Për kan ju beshirukum bil jazili min ath-thawabi, thot ju përgëzon me një shpërblim shumë të madh min ath-thawab ala ta'atihi wa ikhlas al-ibadati wal uluhiyyati lahu, dhe ju përgëzon me një shpërblim shumë të madh për atë i cili e filtron dhe e pastron adhurimin ndaj Allahut azza wa jall. Thot hoxha në shpjegimin e ajeteve, thumma tubu ilay, Allah azza wa jall vazhdim të ajeteve, pasi e shpjegon qëllimin madhështor zbritjes Kuranit, ka thonë wa anistaghfiru rabbakum, dhe pastaj ju kërkoni falje Zotit tuaj. Thumma tubu ilay, pastaj kthehuni tek ai. Pastaj kthehuni tek ai. Thot Ibn Gjeriri, thot Allahu azza wa jall, pasi na ka urdhëruar të kërkojmë falje prej Allahut azza wa jall, nuk ka thonë me njëherë kthenu prej tij, kthenu tek ai, po ka thonë pastaj. Në gjuhën arabe, thumme, edhe lidhja ue, ka dallim. Kur thua due, bane me njëherë tjetërë. Kur thua thumme, ka pastaj prit pa. Allah azza wa jall ka thonë, istaghfiru rabbakum, pastrohuni, kërkoni falje për shirkun të cilin e keni bë, kërkoni falje ndaj për adhurimin të cilin e keni bë pas Allahut azza wa jall, thumme tubu ilay, pastaj kthehuni tek Allahu azza wa jall me adhurim. Thot hoxha, Allahu azza wa jall e ka prua ajetin këtë mënyrë për me na mësua neve se ai i cili nuk zhvishet prej shirkut, ai i cili nuk zhvishet prej adhurimit tjetër kujt pos Allahut azza wa jall, nuk i pranohet adhurimi Allahut azza wa jall. Pse? Nga se thot hoxha, dhalike, nga se Kurejshët, mushrikët e kohës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë të cilët e kanë adhuruar Allahut dhe kanë shpresuar tek Allahu azza wa jall shpërblim. Wa ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Në gjuhën e tyre Allahu azza wa jall sura Zumar ka thonë dhe ata kanë thonë ne nuk i adhurojmë idhujt, pos që ta na afrojnë më afër Allahut azza wa jall. Thot Ibn Kathiri rahimahullah, Allahu më shiroj tafsirin e ajetit, alla ta'budu illa Allah, që ju mos të adhuroni tjetër kan pos Allahut azza wa jall. Thot Ibn Kathiri, hadha al-Quran nazala, thot ky Kur'an ka zbrit al-muhkam al-mufassal, i përsosur dhe i shkoqitur në mënyrën më të mirë, li ibadati Allahi wahdahu la sharika lahu, vetëm t'i bëhet adhurimi Allahut azza wa jall dhe askujt tjetër postina. Ashtu siç ka thënë Allahu azza wa jall, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula, në çdo umetit, çdo popullit ja kemi dërguar nga një dërgum, që t'i porosit me çka? En i'budullaha wajtanibu at-taghut, adhuroni Allahun dhe largoni tagutit, largoni çdo send i cili adhurohet pos Allahut azza wa jall. Thot hoxha i njohur, Allahu më shiroft, Sheikhul Emin rahimahullah ash-Shinqiti në tafsirin e ajetit, alla ta'budu illa Allah, mos adhuroni dhe të mos adhuroni tjetër kan pos Allah. Thot hoxha, ky ajet fisnik, thot ka argument qartë, fiha dalalat al-wadiha, thot ka argument qartë, ala anna al-hikmata al-udhma, se urtësia më e madhe për të cilën ka zbrit Kurani Allahut azza wa jall, en yu'bad Allahu wahdahu, që të adhurohet vetëm Allahu azza wa jall, wa la yushraku bihi, dhe mos t'i përshkruhet ortak asgjë atij, në adhurimin e atij mos t'i përshkruhet asgjë. Thot pastaj hoxha, wa nadhiru hadha al-ma'na, dhe ngjajshëm me këtë kuptim, ngjajshëm me këtë mana, me këtë domethënie, është edhe fjala Allahut azza wa jall në suratul Anbiya, qul inna ma yuha ilayya, thuaj,
mua më shpallët, ennema ilahukum, se Zoti juaj, i adhuruari juaj, ilahun wahid, është një adhuruar, është një i cili e meriton adhurimin. Fa hal antum muslimun, apo ju nështroni kësaj bindje, apo ju nështroni kësaj akide. Thot hoxha, wa ma'lum, thot është e njohur se shprehja innema, shprehja në gjuhën arabe, vetëm e ka për qëllim se kërrejt shpallja, hoxha thot Emin Shinkiti, e gjithë shpallja Allahut Azza wa Jall është e përkufizume te fjala la ilaha illa Allah, ilahun wahid, la ilaha illa Allah, mos të adhuroni tjetër pos Allahut Azza wa Jall. Thot hoxha, sikur Allahu Azza wa Jall kërrejt që këtë shpallje dë bukur, shkëlqime që e ka zbrit vetëm që Allahu Azza wa Jall të adhurohet dhe mos t'i përshkruhet ati i shok. Ngjashëm me këtë domethënie ka folë edhe Ibn Qayyimin në librin e tij Madarijus Salikin, ku e përmend se Allahu Azza wa Jall krejt Kur'anin e ka bë tauhid, krejt Kur'anin e ka bë njësim të Allahut Azza wa Jall dhe zhveshje nga shirku. Thot hoxha rahimahullah, inna kulla ayatin fil Qur'an. Kjo është shumë e rëndësishme, thot çdo ajet Kur'an, çdo ajet pa përjashtim, hiya mutadamminatun lit-tauhid. Ajo përfshin vetveti tauhidin. Çdo ajet, prej bismillah, al-Fatiha deri kul a'udhu bi rabbin nas, thot çdo ajet përfshin vetveti tauhidin. Shahidatun bihi da'iyatun ilay. Dëshmon për tauhidin dhe thirr në tauhid. Fa innal Qur'ana imma khabarun anillahi wa sifatihi wa asma'ihi wa af'ali. Nga se thot në Kur'an nuk gjen pos lajm për Allahun Azza wa Jall, emrat e tij, cilësitë e tij, atributet e tij dhe veprat e tij. Dhe ky tauhid është tauhidi ar-rububiyya, tauhidi ir-rububiyya, adhurimi Allahut Azza wa Jall me emrat dhe cilësitë e tij. Thot ose në Kur'an ka thirrje për adhurimin Allahut Azza wa Jall, i cili quhet në gjuhën arabe tauhidul uluhiyya, tauhidi njësimi i adhurimit. Dhe wa khalqu kullu ma yu'badu min duni, dhe zhveshja nga çdo sa në cila adhurohet posti. Thot apo në Kur'an kemë gjetë ose urdhër ose ndalesë. Urdhër ose ndalesë. E para është lajm për Allahun, e dyta është të adhurohet veç ai, e treta është lajm dhe ndalesë. Thot dy të parat drejt për drejt flasin për tauhidin. E treta janë prej hakeve tauhidit, janë prej drejtave tauhidit apo plotësimit tauhidit. Thot hoxha, dhe kështu thot fal Qur'anu kullu, e gjithë Kur'ani në tërësi, në përgjithësi, pa përjashtim, fit tauhidi wa huquqi, flet për tauhidin dhe drejtat e tauhidit. Domethënë ki parasysh kur të lexosh Kur'an, kur e hap Kur'anin, nga se shumica e njerëzve sot e lexojnë Kur'anin dhe nuk e dinë se cili është qëllimi i zbritjes. E lexojnë Kur'anin duke u munduar me përfitu prej ajeteve të tina, prej argumenteve të tina, dhe bartin me veti shumë prej mirësive, apo i shpjegojnë se në Kur'an Allahu Azza wa Jall e ka përshkruajt sistemin më të përsosur për këtë ndonjë. Andaj njerëzit nuk kanë mundësi me dalë prej kësaj anarkie, prej kësaj çrregullimi ndonjë, për sistemeve të kota, për ligjeve të kota, për zullumeve që ka bëhen së ndonjë, pos nëse i kthehen që ti qëllimit kryesor edhe madhështor për të cilin Allahu Azza wa Jall e ka zbrit Kur'anin. Thot në këtë çështje rëndësinë e tauhidit, thot hoxha Ibn Abil Iz al-Hanafi, një prej hoxhallarëve të mëdhej të Hanefive. Thot në fillim shpjegimit librës e Tahawiyya, shpjegimin e librës Tahawiyya, një prej librave të akides. Thot fa innahu lamma kana ilmu al-usul ad-din ashrafu al-ulum. Thot nga se dituria, mësimi i bazave të fejes, themeleve të fejes, thot është prej diturive më të dobishme, prej diturive më të vlefshme. Nga se thot idh sharafu al-ilmi bi sharafi al-ma'lum. Nga se thot është e njohur se vlera një diturie është e varur prej asaj që ka mësohet.
prej asaj që mësohet në dituri, ndërsa në themele, në tauhid, në akide mësohet për Allahun azza wa jall, e nuk ka diçka në ekzistencë, nuk ka diçka më të vlefshme se Allahu. Andaj edhe dituria për Allahun azza wa jall është dituria më e madhe dhe më e vlefshme. Pastaj thot hoxha në vazhdim, wa hajatul ibadati ilay, nevoja e njerëzve për këtë dituri, nevoja e njerëzve për me mësue adhurimin e Allahut azza wa jall, fawqa kulli haja, është nevoja mbi gjitha nevoja. Njerëzit kanë shumë nevoja, po nevojën më të madhe që e kanë nevojën të mësojnë adhurimin e Allahut azza wa jall dhe të largohen prej shirkut. Wa daruratuhum fawqa kulli darura. Domosdoshmërisht, njerëzit kanë domosdoshmëri çumta, po domosdoshmërinë më të madhe që e kanë, gjën patjetërsueshme që e kanë, është me u kthye diturisë të akidës, li'anna la hayata lil qulub, nuk ka thot gjallëri, nuk ka jetë për zemra, wala na'ima wala tuma'nina, as begati, as lumturi, as qetësi për zemrat, illa bi an ta'rifa rabbaha, deri sa ta njohin këto zemra Zotin e vet, wa ma'budaha, dhe ta njohin adhurumin e tij, ta adhuro çdo zemër duhet me ditë të adhurumin e tij, ka në adhuron, aja është Allahu azza wa jall, dhe t'i shmangë dhe zhvishet për çdo adhurimit që tërkujt pas Allahut azza wa jall, në atë mënyrë ai ka mundësi me gjetë qetësinë, lumturinë dhe begatien e Allahut azza wa jall. Do me thonë, këto shkurtimisht ishin disa prej teksteve të cilat dietarët si Imam Ibn Jariri at-Tabari, Ibn Kathiri, Sheikh el-Imam Shinqiti, apo Ibn Qayyimi që është i njohur për juve, i cili thotë se i gjithë Kur'ani është tauhid. I gjithë Kur'ani është tauhid. Dhe duhet me pas parasysh se në mezhliset edhe vend takimet tona, çështja më e madhe që duhet diskutohet, vazhdimisht duhet përkujtohet, është çështja e akides, çështja e adhurimit të Allahut azza wa jall dhe shmangja e shirkut. Andaj disa dietar në komentin e ajeteve, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka thonë, ja Quraysh, qulu la ilaha illa Allah tuflihu, o Quraysh, thuni la ilaha illa Allah, keni më shpëtue. Ata kanë thonë, edhe Allah azza wa jall ka zbrit ajete për fjalët e tyre, e ja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab. A gjithë zotrat, gjithë të adhurum, këna mi bani të adhurum, kjo çështje, kjo akide ka shumë e çuditshme. Wa intalaqa al-mala'u minhum, Allah azza thot pastaj u largun me pejgamberin e selam dhe than animshu wasbiru ala alihatikum. Duroni, bani durim, jeni qëndrueshëm ndaj adhurimit të idhujve. Wasbiru an alihatikum. Inna hadha la shay'un yurad. Nga se kjo thirrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Muhammedit është kurth që po ju bëhet juve, andaj qëndroni, bani qëndrueshëm në këtë thirrje. Disa dietar në komentin e këtij ajetit kanë thonë, a nuk është turp për muslimanin, i cili e bart akiden e pastër, i cili e bart adhurimin e Allahut azza wa jall, i cili e njeh Allahun azza wa jall, me u këshillu në mes veti që me qëndrue dhe me këshillu njëri tjetrit për durim këtë thirrje, me fol për këtë thirrje, nga se turp është mushriku, mu këshillu në mes veti, rrini, bani durim në këtë shirkun e juve. Bani durim ju në adhurimin e idhëve, dërsa besimtarët nuk këshillohen në mes veti, bani durim në akiden e juve, bani durim në adhurimin e Allahut azza wa jall, bani durim ndaj torturimeve dhe sakrificave të cilat keni më gjetë në rrugës të Allahut azza wa jall. Këto ishin domethënë disa fjalë, të cilat i kam gjetë në lidhje me këtë temë dhe mbi këtë kapitulli më i rëndësishëm, cili muslimani duhet ta ketë parasysh, nga se nuk mjafton vetëm leximi i Kur'anit. Allah azza wa jall nuk e ka zbrit librin e tij vetëm të lexohet. Allah azza ka thonë liyadabbaru ayati, që ti meditojnë ajetet, thumma yatadhakkaru ulul albab, dhe jo vetëm të meditojnë, pastaj edhe të përfitojnë prej këtyre ajeteve. Andaj përfitimi më i madh është që na ta kuptojnë se Allah azza wa jall e ka zbrit librin e tij që të mos të adhurohet tjetër kush pos Allahut azza wa jall, nga se prej kuptimeve të vërtetës, prej kuptimit, shpjegimit më të vërtet fjalës la ilaha illa Allah, është se nuk ka të adhuruar me merit pos Allahut azza wa jall. Domethënë për me pak fjalë inshallah, që tema që e diskutova apo e trajtova është se cili është qëllimi i zbritjes Kur'anit. Për çka Allahu azza wa jall e ka zbrit Kur'anin? Për çka Allahu azza wa jall
na ka kriju neve. Qëllimi për shkak na ka kriju neve është edhe njëjti qëllim pse ka zbrit Kur'anin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gjinët dhe njerëzit nuk I kam kriju për qëllime tjera, pas të më adhuroj. Andaj edhe librin e ka zbrit që mos të adhuroni tjetër kam pas Allahut Azza wa Jall. Lusim Allahun Azza wa Jall kemi përfituar për këtyre fjalëve. Lusim Allahun Azza wa Jall të na mundsojë me vdek me tauhid dhe të zhvesh nga shirku. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahu shpërblet.